cila po I kushton çdo ditë. Dhe me këtë vullnet edhe me këtë dëshirë ka shku edhe me Emili Krasniqi aty. Në takim. Prej fillimit ne nuk kemi qenë blokues, nuk kemi thonë në mënyrë që ne nuk e votojmë askën nga lëvizja vetëvendose. Edhe ne kemi plot argumente, mos me fol me lëvizjen vetëvendose hiç, nëse shohim diskursin edhe të gjitha këto, por na do të me shikojë edhe interesin e shtetit dhe mundu me dalë pe kësaj blokade. Unë nuk po them që lëvizja vetëvendose s'ka drejt me propozu kandidatin e saj, por kur një e drejt konsumohet, kur një e drejt keqpërdoret të e përsërit, shëndrohet në padrejtësi. Edhe ajo tashmë është shëndru në padrejtësi, sepse qytetarët po vujnë, nuk po mundëm me adresu ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike, nuk po mundëm me adresu 260% rritje të energjisë elektrike për biznese, nuk mundëm me adresu fondet e Bashkimit Evropian të cilat ne çdo ditë pihumbim, nuk mundëm me adresu sanksionet e Bashkimit Evropian, koordinime me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi blokim total të ambasadave, kemi Këshillin e Evropës e hopëm si shans, antarësim në organizata ndërkombëtare, pra në politikën jashtëm, politikën e brendshme, ka pasiguri totale, njerëzit largohen prej Kosovës në mungesë të perspektivës. Edhe na, krejt që to arbër na flasim për Albulina Haxhiu, për fatin e saj politik. Jo, për argumente. A më janë me të kallëzu ty në PDK, kanë më abotin në kryetar. Kë fol ma gjatë. Po jo më folë, nuk ka problem se nuk të pengoj. A mund që me ardhë për vetëvendosjes me trokit në PDK, shpresoj që e hap një derën s'po, po më thonë këshëre. Unë du, Artan Behrami, mos me qenë në kryetar. Jo, s'munësh. A di pse s'munësh? A di pse s'muj? Që ta shpëtu me të kallëzu. Jo, am vete mu tash më përgjigj. Hajde ta ndarësojmë PDK tani folë. S'kina nevojë, se më kanë nuk isha ndarësuar në ndosje. U kryej. Do më thonë, am pyete, nuk ta kisha votu, a di pse? Sepse as unë nuk po them që të nën kryetar këta ose ata. Po njëta gjobë është, njëta do shkojnë pakës. Po ç'to është manipulimi, Arbër? So është manipulimi këtu. Kjo është vërteta. Është procesi ndam 3 etapa, Arbër. Ti e kanë për deputet, mas pari është kryetari. Ç'ka është etapa e parë? Lidhje me etapë dytë nuk ka. Kryetari, zgjedhja e kryetarit, propozim nga partia e cila është fituese, në këtë rast fituese relative, që po don me arrogancë, me thonë që Albulina As ma thuj beqët arrogancën, ta që kenish përnda grushta o bushta. Voton e Albulinën ose e blokojnë në Kosovën. Pasë që është të? Jo, që kjo është? Po jo, sepse unë ta Ky është, jo, të e riciklu debatin ku e patë. Arbër, të nën kryetarët. Shembull ka vetëm pak, një ndërhyrje. Artan dhe Arbër, shembull, këtu është me rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi.